Situata e motit në Kukës gjatë ditës së sotme ka qenë më e qëndrueshme, shoqëruar me mjegull në zonat e larta malore. Subjektet kontraktore vjojnë punën për paraqistimin e rrugëve nacionale dhe kirposin e tyre. Të gjitha akset rrugore nacionale raportohen të qarkullueshme. Në territorin e bashkisë Kukës, punonësit e emergjencave civile kanë ndërhyrë për normalizimin e situatës. Puna është përqendruar të gjitha akset kryesore rrugore si dhe në njësitë administrative, me qëllim garantimin e lëvizjes së sigurt dhe aksesit të pandërprerë për banorët, shërbimet emergjente dhe transportin e përditshëm. Autoritetet bëjnë me dije se deri në këto momente situata paraqitet e qetë dhe pa probleme serioze. Megjithatë, strukturat përkatëse mbeten në gatishmëri të shtuar, pasi parashikimet sinoptike për këtë periudhë tregojnë kushte atmosferike të paqëndrueshme. Si pasojë e kushteve të vështira sinoptike që kanë karakterizuar këtë muaj, Bashkia e Kukës është përballur me një sër problematikash, kryesisht për shkak të rresheve intensive të shiullit dhe borës. Këto kushte kanë sjellë vështirësi në disa zona të thella të territorit, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga strukturat vendore për menaxhimin e situatës dhe garantimin e sigurisë së komunitetit. Ndërkohë, Komisioni i Mbrojtjes së Civile njoftoi se 13 abonent në fshatin Gdhesht, njësia administrative e Malzi, kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike. Ekipet e OSHE-s në terren kanë punuar për rikthimin e energjisë dhe normalizimin e plotë të situatës.